Civil Media. Do them një anekdot të cilën shpeshherë shfrytëzoj për tema të ngjashme dhe ka të bëjmë me negociatat për paçe mes Izraelit dhe Palestinës në 95-ën kur negociuesit Bekat dhe Shimon Peres në atë kohë, Yitzhak Rabin dhe Arafati ishin në udhëheqësit, mirë po këta ishin negociatorët. Ishte pas një bisedë para nënshkrimit dhe njëri thotë, e dini pse kemi mbledh nga juve? Kaq shumë, nuk e di se cili kujt. Dhe ana tjetër, ai tjetri thotë pse? Po për shkak se na përkujtojnë në neve. Prandaj mendoj se kjo reflektohet edhe te ne, pa marrë parasysh është në bazë etnike ose partijake, vëmrë në LSDM ose shqiptarët me Maqedonasit, dhe besoj se në tutje duhet të tejkalohet kjo dhe të kuptojmë se sa jemi të ngjashëm dhe se kjo është pse kështu po zhvillojnë gjëra. Por tani më ranë mend se këtë e kam thënë në një prej intervistave nga Civili, nuk duhet po ashtu të presim se të huajt do na i bojnë këto ndryshime. Pra ndryshime duhet të fillojnë dhe të mbarojnë me neve dhe ne t'i bëjmë ato ndryshime. Dhe mendoj se për kohë të shkurtër do të ballafaqohemi me këtë. Mendoj se dita e djeshme ishte një prej treguesve se gjatë referendumit pothuajse s'kishte kush nuk erdhe të treguese marrëveshja ishte e mirë. E dje, gjatë ngritjes së flamurit të NATO-s, nuk pash fytyrat të njohura nga anëtarët e NATO-s dhe aleancat, shtetet të aleancës të tregojnë se do të jenë këtu së bashku me neve. Më vjen mirë se këtu është ambasadori i Gjermanisë që ta konfirmoi atë, por e njëjtë ta konfirmojmë se atë që e thash atëherë mbetet, pra vetë duhet të kryejmë punët tona e jo të presim se dikush tjetër do na i zgjidhë problemet. Dhe se do në shtytje në drejtim po, do të në ndihmojnë, do të jenë prezent, për ndryshime do të duhet vetë t'i bëjmë. Dhe ta mbyll këta si ndërlidhje me vetë marrëveshjen e prespas për të cilën nuk është fshehtësi se unë jam një nga kundërshtarët ose kritik, por konsideroj se është mirë që arrit. Ka shumë gjëra që nuk më pëlqejnë mirë, po konsideroj se është mirë se kaloj. Jurova njerëzve të cilëve ndihmua procesin, së paku e kaluam atë barierë psikologjike dhe mendoj se tani do të ballafaqohemi me gjërat të cilat për të cilat fola, po është në rregull që e arritëm në këtë fazë, por tani na mbetet neve që t'i bëjmë të gjitha reformat dhe ndryshimet e nevojshme dhe lëvizjet ndaj Bashkimit Evropian, edhe pse me këtë optimizëm të informuar është një çështje e mirë, është që do të jemi antar të NATO-s, por çështja është nëse do ishte edhe më mirë të jemi antar të Bashkimit Evropian, por nuk do të mund të jemi tani për tani. Nga perspektiva ekonomike, më së miri do të ishte të jemi antar të NATO-s e jashtë Bashkimit Evropian për shkak se numrat, shifrat ashtu tregojnë. Po tani kemi marrëveshjen dhe në dorë së paku në një dorë do të shfrytëzojmë që në plan ekonomik të lëvizin që të ketë investime, të ketë më shumë punësime dhe të ndalim së paku largimin e njerëzve nga Maqedonia, edhe pse ky është një proces që nuk mund të ndalohet, por të ndihmojë në ndryshimin e sistemit të vlerësimit, diçka që biznesuesit do të bashkë thënë, pra diçka që kemi provuar me vite, ta provojmë tani, pra të ndryshojmë sistemin që të jetë realitet në Maqedoni, pastaj perspektivat do të jenë me siguri më të mira. Derisa është kështu, si shta profesoresha Najqeska dhe zotria Heredini, dhe si që po shohin, si po lëvizin qërat rëndështë që të flasim për perspektiva më të ndryshme ose në avancim dhe në qasje në Bashkimin Evropian. Faleminderit.
Civil Media